Përshëndetje. Ka një fenomen të çuditshëm në Shqipëri. Njerëzit kërkojnë psikolog jo për të ndryshuar, por për të pasur një dëgjues luksoz, dikush që të thotë ju kuptoj, të dëgjoj me kujdes, ti vërtetoj që bota ua ka borxh. Kërkojnë psikolog, por jo trajtim. Kërkojnë dhomë terapie, por jo terapie. Duke sikur duan të mjekojnë, por në fakt duan dikë që t'u përgëdhel plagën pa i prekur fare. Duan të flasin, jo të punojnë me veten. Duan empati, por jo sfidim. Duan ngushëllim, jo ndryshim. Shqiptari tipik që shkon te psikologu shpesh vjen me një dëshirë të qartë, të ankohet. Jo të kuroj problemin, por të justifikoj pse problemi nuk mund ta kuroj. Njerëzit nuk vinë të shërohen. Vinë për të fituar të drejtën morale që të mos ndryshojnë fare. Psikologu si dëgjues profesional i ankesave. Nga jashtë dukemi sikur ne kërkojmë ndihmë, por në fakt për brenda përdorim psikologun si dëgjues premium. Një person neutral që nuk të kundërshton si familja, nuk të tallë si shokët, dhe nuk të jep moral si xhaxhallarët që pinë raki në përdasma. Psikologu në mendjen e shumë shqiptarëve është versioni intelektual i një shoku apo një shoqe që dëgjon thashë theme dhe tund kokën. Shqiptari ulet në koltuk dhe ndes motorin e viktimizimit dhe fillon: unë jam njeri i mirë, por të tjerët nuk kam fat. Problemi është te mamaja, te gruaja, te puna, te shteti, te horoskopi, te djalli, te shefi, te komshia. Nuk kam çfarë të bëj. Kështu më jeti mua, ky është fati im. Pra psikologu duhet të dëgjoj, të miratoj dhe në fund i thot: ti je i fortë. Bravo që po përballesh. Nëse psikologu guxon t'i thot: po ti çfarë po bën për të ndryshuar? Klienti merr pozicionin e të ofenduarit, sepse ai nuk erdhi për ndryshim, ai erdhi për justifikim profesional. Psikologu shihet si rrufepritës, jo si trajner. Në sport trajneri të ndihmon të luash më mirë. Në terapi psikologu duhet të ndihmojë të jetosh më mirë. Po shqiptari e sheh psikologun si rrufepritës, dikë që t'i marr ngarkesën emocionale, sikur të shkarkon tek ai mllefin, frustrimin, dhimbjen. Pastaj del më i qetë, s'ka ndryshuar gjë, por u çlirova. E mbush trurin me fjalë, e del më i lehtësuar. Kjo nuk është terapi. Ky është shkarkim emocional. Psikologu nuk është koshi i mbeturinave emocionale. Por për shumë njerëz ka këtë rol. Dhe ata kthehen sërish sepse koshi ka hapësirë, dhe pse problemi nuk lëviz nga vendi. Ata thjesht paguajnë për një dëgjim të rregullt. Mentaliteti: unë nuk kam nevojë të ndryshoj. Shumë shqiptarë nuk duan të ndryshojnë sepse identiteti i tyre është ndërtuar mbi rolin e viktimës. Ata mbijetojnë psikologjikisht duke fajsuar të tjerët, faj që ndron gjithmonë jashtë tyre. Te nëna, te babai, te partneri, te shteti, te ekonomia, te shoqëria, te fati. Në këtë filozofi, klienti është heroi shtypur dhe psikologu duhet ta dekoroj si martir emocional. Në momentin që psikologu i kthen pak fare pasqyrën dhe i thot: tani shiko pak veten, çfarë po bën gabim? Këtu fillon tronditja. Viktima humbet privilegjet e viktimës. Gabim shumë i madh i shqiptarëve është se besojnë në dhimbjen me drejtësinë. Gabimi më i madh i shqiptarëve është se ngatrojnë në dhimbjen me drejtësinë. Nëse jam i lënduar, besoj se kam dhe të drejtë. Kjo e pengon terapi. Të shërohesh do të thotë të braktisësh viktimizimin, dhe shumë njerëz thjesht nuk janë gati të heqin dorë nga privilegji emocional i të qenit i pafajshëm. Frika nga ndryshimi. E njohura është më e sigurt se shërimi. Njerëz tonë dua të shërohen, por në të vërtetë në ndërgjegjen e tyre shëndeti emocional i frikson, sepse shërimi do të thotë të marrësh përgjegjësi, të ndryshosh sjellje,
të mos akuzosh të tjerët, të dalësh nga rahatia e viktimës. Ankesa është e sigurt. Nuk kërkon aksion. Shërimi kërkon punë, disiplinë, ndershmëri brutale madje me veten, ballafaqim me fajin, traumat dhe zgjidhje. Shumë shqiptarë duan të jetojnë në një botë ku problemet e tyre vijnë nga jashtë dhe psikologu thjesht i kuptoi. Nëse psikologu kërkon të ndryshosh, duket sikur të bën fajtor. Ky perceptohet si sulm, jo si ndihmë. Ndaj shumë klientë thonë, nuk më pëlqeu fare, ai nuk di të punoj, ai është brutal, është pamëshirshëm, nuk ka empati. Dëshira për të fituar vëmendje, jo për të marrë zgjidhje. Shqiptarët nuk duan zgjidhje, duan auditor emocional, duan të dëgjojnë, të admirohen për rezistencën e tyre, të marrin komplimente për durimin, të vlerësohen për sakrificën. Disa vinë të tregojnë histori sikur janë në film. Një klient madje zgënjehet nëse psikologu nuk habitet me tmerrin e jetës tij. Duket sikur thotë, mos e shkatrove saktësinë e dramës time duke më dhënë këshilla. Kërkojnë më shumë spektakël emocional se sa punë terapeutike. Psikologu nuk është publik, nuk është sken, nuk është spektator, por shumë klientë duan pikërisht këtë, një dëgjues që bindet dramës së tyre. Po pse ndodh kjo? Trashëgimia e kulturës së tepruar të durimit. Shqiptarët janë rritur me një kulturë martire. Duro maman, duro baban, duro burrin, duro punën, duro vllajin, duro jetën. Durimi u kthye në një virtyt sëmur. Dhe kur e tepron me durim, e vetmja mënyrë për të dalë nga ankthi është të ankohesh. Jo të ndryshosh situatën, por të shprazesh emocionalisht. Kemi mësuar të durojmë, jo të zgjidhim, të përballojmë, jo të transformojmë. Kemi më shumë legjenda për sakrifica se sa për kufi personal. Kemi më shumë shprehje për durim se për trajtim. Por terapia shihet si vendi për të çliruar emocionet e duruara, jo për të riparuar durimin e tyre. Si shërohet ky mentalitet? Hapi i parë është brutal. Psikologu nuk duhet të jetë me klientin, por për klientin. Kjo do të thotë të mos ushqyerit të viktimizimit, të mos e justifikoj çdo gjë të tij, të mos bëhet dëgjues i paguar pa qëllim, të kërkoj ndryshim real. Terapia nuk është dëgjim i pafund, është proces me objektiv, kërkon aksion, kërkon transformim, kërkon dhimbje pune, jo vajtim ankesash. Gjysma që lodhet edhe ikën. Klientët që vinë për shërim ndryshojnë dhe shërohen. Klientët që vinë për ankesa ikin sapo të kërkohet punë, sepse terapia nuk funksionon për atë që nuk punon me veten. Psikologu nuk është magjistar, nuk është shërues mistik, nuk jep ilaç emocional pa kosto. Terapia kërkon përgjegjësi. Në fund të fundit, shqiptari duhet të kuptojë, ankesa nuk është trajtim, viktimizimi nuk është shërim. Të dëgjohesh nuk do të thotë se po rregullohesh. Të ndryshosh, po. Konkluzioni është se Shqipëria duhet të dalë nga epoka e viktimave emocionale, derisa të nxjerrim kokën nga mentaliteti i viktimës, terapia do të jetë thjesht dhomë ankesash. Psikologu do të jetë koshi i mbeturinave emocionale dhe shoqëria do të mbetet pa burra dhe gra të forta emocionalisht. Shërimi nis kur ne pranojmë që nuk jemi vetëm të lënduar, jemi dhe përgjegjës. Shërimi kërkon lëvizje, jo lot, kërkon punë dhe jo ankesa. Dhe vetëm kur shqiptari vjen te psikologu për të punuar me veten, jo për të fajsuar botën, atëherë fillon terapia e vërtet. Deri atëherë, vetëm tregojmë histori dhe quajmë veten të shëruar nga e folura. Në fakt, jemi thjesht të dëgjuar, por jo të ndryshuar. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të jetë her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.